Partia Demokratike ka kërkuar zyrtarisht që s'paktën hisetime të menjëhershme, por rrugën e re Quk-Qafpllot pas rrëshqitjes së një masivi shkëmbor që shkaktoi dëmtime serioze vetëm 2 muaj pas inaugurimit të saj. Sipas Partisë Demokratike, ky incident ka ngritur dyshime të forta mbi cilësinë e punimeve, transparencën e procedurës dhe përdorimin e fondeve publike. Pas rrëshqitjes së skarpatave dhe dëmtimit të rënd të rrugës vetëm 2 muaj pas inaugurimit, mediat raportuan se kompania 2T ka nisur punimet për largimin e masivit shkëmbor, ndërkohë që ende nuk ekzistonte një kontratë e lidhur dhe e njoftuar e tillë në sistemin elektronik të prokurimeve. Edhe më shqetësues është fakti se rruga është hapur pa procedurën e kolaudimit. Ligji është i qartë, asnjë vepër infrastrukturore nuk mund të hapet për përdorim pa u certifikuar më parë cilësia e punimeve. Zëdhënësja antikorrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangjeli shtoi se problemet tek këtij projekti nuk janë të panjohura. Duke cituar raportin e Këshillit të Lartë të Shtetit, Vangjeli u shpreh se rreziqet dhe mangësitë në projektin e zbatimit ishin paralajmëruar më herët, por nuk janë marrë parasysh, çka ka sjellë pasoja të rënda në një aks të rëndësishëm rrugor. Partia Demokratike kërkon nga SPAK të nisë menjëherë hetimet për këtë aferë të rëndë korruptive, të identifikojë dhe ndërshkojë përgjegjësit, si dhe të garantojë llogaridhënie për miliona euro të shpërdoruara dhe për rrezikun e madh të shkaktuar ndaj qytetarëve.